Po, ne kemi këto takime të rregullta me disa nga subjektet shqiptare në Maqedoni, është pjesë e takimeve të rregullta, sot i takuam edhe lëvizjen Besa dhe lëvizjen e Ziadin Selës, që të kuptojmë më shumë rreth diskutimeve të fundit, përgatitjet për zgjedhje. Pra, janë takime të rregullta, i kemi takuar edhe në Prishtinë, i takojmë edhe në Shkopë rregullisht. Zgjedhjet vendosje ka programin e vet, dihen qëndrimet tona, kushdo që ka përputhje dhe mendojmë se janë në drejtim të qëndrimeve tona, do ta kemë për krajën tonë. Por, po e them në këto momente më shumë që të kuptojmë rreth situatës se çka po ndodh. Çka ju tha? Fatkeqësisht tema ka ngele që e keni diskutuar edhe ju jeni të informuar për një takim që ka pas të vendosje në lidhje me temën e bashkëpunimit opozitar dhe aty ka ngel tema. Ne s'kemi çfarë themi tjetër, çdo herë kemi thënë po, kemi qenë për po dhe nuk e kemi veç deklarative, por e kemi dëshmuar dhe kemi konkretizuar